Vintage Boutique and Hotel është pikërisht biznesi me cilin do të jemi në këtë moment, me një intervistë e cila lidhet edhe me rrugën e tyre të suksesit, me vitet që kanë në treg. Vintage nga vetëm emri tregon diçka të vjetër, autentike, e cila i ka rezistuar kohës dhe vazhdon të ketë thuajse të njëjtën vlerë që ka pas në vitet e saj. Hoteli e nxjerr këtë në pa nëpërmjet mobilimit, mendojnë. Ne kemi vendosur ta quajmë vintage, e preferohet diçka që i ka mbijetuar kohës dhe është autentike, pasi vetë hoteli ka qenë një shtëpi e ndërtimit të viteve 20 në stil italian. Dhe ne në momentin që e kemi blerë si pronë, e kemi marrë diku para 5 vitesh, kemi pas dëshirën që mos ta prishim shtëpinë ekzistuese, po në fakt ta restaurojmë të gjithën. Kështu që çfarëdo lloj gjëje që është punuar me shumë kujdes që të ruhet autenticiteti i vetë pronës. Ky është një biznes familjar, i cili menaxhohet nga një familje e tërë. Ju luani role të ndryshme në biznesin tuaj. Ndesheni me personat ndryshëm cilët janë pjesë dhe frekuentojnë vendin. Preferencat më të shumta nga cilët turist apo shqiptar janë për hotelin tuaj. Pra, preferenca keni më shumë turist që vinë dhe pëlqejnë vintage apo janë shqiptar dhe ata që e pëlqejnë vintage? Ne në fakt e nisëm hapjen e hotelit me festën e birës në Korçë, që na rastisi me pak fjalë një periudhë e mirë, sepse në atë periudhë ka dhe fluks qyteti i Korçës për shkak të festës, së muzikës, dhe u frekuentuan goxha nga pjesa e shqiptarëve, nga Fierak, nga Tirana, Durrësi, domethënë nga çdo treve Shqipërisë. Me kalimin e kohës më pas vumrej që kishin edhe një interes shumë të madh prej turistëve, si për shembull ata polak, holandez, gjerman, francez, italian e në vazhdim. Ne kohët e fundit kemi patur shumë kërkesë prej të huajve. Për mos lënë me njanë edhe shqiptarët. Patjetër, por të huaj ndoshta edhe nga mënyra si është i ndërtuar ai hotel. E stilit, mënyra e dizajnit të hotelit, kjo gjë tërheq shumë personat e huaj, sepse shqiptarët janë edhe pak më tepër tek modernja, po ne jemi përpjekur që të ruajmë autenticitetin të vjetrën e infrastrukturës së hotelit edhe ta ndërtonim dhe me modern sot për të ofruar një komoditet sa më të madh. Përveç hotelit është edhe pjesa e butikut. Pak më shumë informacion lidhur me këtë anë të vintage. Hoteli është një ndërtesë e vitit 1920 gati. Është një projekt italian, poshtë ka qenë mbuluar me dhe, domethënë e pa hapur ju përpara. Ne jemi futur, kemi hapur të gjithën dhe atje kemi arritur të nxjerrim më pa edhe restorantin i cili është sot. Hoteli butiku pra ka 3 kate të sipërme, përbëhet nga 8 dhoma, të cilat kemi dhoma doppio, dhoma treshe, më pas janë 2 suita të cilat ndryshojnë nga njëra tjetra. Njëra është më tepër varësi të kërkesës. Varësi të kërkesës normalisht. Njëra është më tepër për familje, kurse tjetra mund të karakterizohet edhe për familje edhe për çifte. Po nga ana e shërbimit. Pra, pjesa e stafit që organizon, pjesa e personave që janë përgjegjës, jeni vetëm familja juaj që veproni apo ka edhe të përfshirë? Ne kemi të punësuar në hotel, kemi 8 veta staf që ndihmojnë me pjesën e barit, me pjesën e restorantit, me pjesën e recepcionit të hotelit, si dhe me pastrimit. Pse duhet të vizitojmë Vintage Boutique Hotel? Ndryshe nga shumica e butikeve ose hoteleve të Korçës, të cilët kanë filluar që prej zeros, domethënë ndërtimi i objektit ka filluar nga zero dhe më pas është rritur lart. Ky objekt është komplet i restauruar i gjithi, domethënë është shruajtur komplet struktura e mëparshme e ndërtesës, me ndonjë ndryshim të vogël që sigurisht për ta mbajtur më tepër në formë edhe për të dukur më elegante, më bukur si ndërtesë. Ne bëjmë diferencën nga të tjerët për shkak të paraqitjes që ofrojmë, për shkak të komoditetit të cilit i japim hotelit dhe personave. Gjithashtu ne jemi shumë meraklim, vetë nga natyra, duam që t'i japim 100% tonën klientëve tanë, që ata të ndihen sa më mirë dhe kjo besoj shikohet edhe nga review të cilat ne i kemi në Booking, në Google Maps, TripAdvisor. Më pas dallon edhe pjesa e restorantit.
që ne jemi përpjekur ta ndryshojmë pak nga pjesa tjetër e Korçës, ndryshe nga lokalet e tjera që janë më tepër akoma te tradicionalja, tek zgara, tek këto, ne jemi përpjekur të fusim kuzhinën italiane, kuzhinën franceze, me gatimet e tyre të veçanta, si edhe gjithashtu kemi edhe disa specialitete, si për shembull kërmilli në furr, kërmill në tigan, kemi pas specialitete franceze si Chateaubriand, involtini meksikane e të tjerë, domethënë. Ishte shumë kënaqësi që kishim pjesë tonë në sot, edhe në Trend Awards. Patjetër do shihemi në finalen e Trend Awards dhe sa më shumë suksese për ju. Faleminderit shumë faleminderit.